Ja çfarë i ndodh trupit nëse hani 2 banane në ditë, do të ngeleni pa fjalë. Banania është një nga frutat tropikale shumë më të përhapura në të gjithë globin. Populariteti i saj sa vjen dhe shtohet, dhe jo më kot është të cilësuar se mbush trupin me energji, minerale, vitamina dhe elementë të mirë ushqyes në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Ato përmbajnë vlera të çmuara për organizmin, kështu që ky frut është ideal në çdo moshë dhe mund të jetë me përfitime të larmishme në mbrojtjen e organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo është një nga frutat më të mirë që mund të shtohet në dietën tuaj. I ngrënë në sasinë e duhur, bananet mund të sjellin shumë përfitime për organizmin. Në këtë video, sipas ekspertëve të Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i bananeve. Bananet janë të mira për organizmin dhe ato mund të rregullojnë presionin arterial që të kthehet kështu në normalitetin e duhur. Bananet do ta ulin presionin e lartë të gjakut falë faktit se përmbajnë 420 mg për çdo banane, duke u cilësuar kështu në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese. Bananet ndihmojnë në largimin e kilogramëve të tepërt. Bananet janë të pasura me fibra, gjë që ju bën të mos keni uri për një kohë të gjatë. Bananet përmbajnë gjithashtu lloje të nisë shtesë që zvogëlojnë oreksin tuaj dhe ju ndalojnë të shtoni në peshë. Ato zvogëlojnë nivelin e sheqerit në gjak, duke rritur edhe ndjeshmërinë e trupit ndaj insulinës. Nëse qelizat e trupit tuaj nuk janë të ndjeshme ndaj insulinës, ato nuk mund të thithin glukozën, prandaj pankreasi juaj fillon të prodhojë atë në sasi më të madhe. Nëse trupi grumbullon yndyrna, varet nga insulina e pranishme. Risku për të vuajtur nga anemia bie ndjeshëm me konsumin e bananeve në dietën tuaj. Anemia shkakton zbehje, lodhje, marrje fryme. Është rezultati i një reduktimi të qelizave të kuqe të gjakut dhe një niveli i ulët i hemoglobinës në gjak. Bananet përmbajnë gjithashtu nivele të ulta të hekurit që stimulojnë prodhimin më të mirë të qelizave të gjakut, duke ndihmuar në këtë aspekt edhe në një rigjenerim më të mirë të shëndetit tuaj. Tretja juaj do të përmirësohet ndjeshëm me konsumin e bananeve në mënyrë të rregullt. Bananet treten në lehtë dhe nuk e irritojnë traktin gastrointestinal. Amidoni rezistent që përmbajnë bananet nuk tretet dhe përfundon në zorrën e trashë, ku shërben si një medium ushqyes efektiv për bakteriet të shëndetshme, pra probiotikët. Nivelet e stresit do të bien ndjeshëm me konsumin e bananeve. Bananet përmirësojnë gjendjen shpirtërore, përmbajnë triptofan i cili kërkohet nga trupi në mënyrë që të merrni serotoninën. Mesatarisht, çdo banane përmban rreth 27 mg hekur. Ky mineral është përgjegjës për prodhimin e një gjendje të mirë shpirtërore dhe një gjumi më të rehatshëm. Mungesa e vitaminave do të plotësohet falë konsumit të bananeve. Bananet janë të pasura me vitaminën B6. Mesatarisht, një banane do të përmbajë për rreth 20% të nevojës tuaj ditore për vitaminën B6. Kjo e ndihmon trupin tuaj të prodhojë gjithashtu nivelin e insulinës, hemoglobinës, gjithashtu edhe aminoacideve të cilat janë të nevojshme për krijimin e qelizave të shëndetshme dhe të mbrojtura. Megjithatë, zakonisht mendojmë se portokalli, lule shtrydhet përmbajnë sasinë më të madhe të vitaminës C, por bananet plotësojnë 15% të nevojës tuaj ditore për këtë vitaminë. Nivelet tuaja të energjisë do të rriten ndjeshëm me shtimin e bananeve në menun tuaj ditore. Kaliumi, që gjendet me shumicë të bananet, do të mbrojë muskujt tuaja nga ngërçet e mundshme, ndërsa karbohidratet u japin energji të mjaftueshme për të duruar gjithashtu një stërvitje më të madhe. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore mund të ofrojë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit edhe të reduktojë nivelet e larta të stresit. Stresi mund të ndikojë në metabolizmin tuaj dhe të shkaktojë ulje ngritje të niveleve të kaliumit. Për të balancuar këtë nivel, ideal është të konsumoni të paktën bananet si një burim i madh i ushqyes të potasiumit. Në këtë kuptim, përfitimet e bananes shkojnë përtej furnizimit të trupit me kalium në sasinë e mëparshme.
Ato do ju ndihmojnë të ndjeheni më të shëndetshëm dhe të keni rehatin e duhur për një zorë edhe më efektive. Problemet e zorrës së trash do të reduktohen ndjeshëm me konsumin e bananeve në menut tuaja ditore. Bananet janë ndër ushqimet më të rekomanduara që ndihmojnë në tretjen e mirë. Falë përmbajtjes së madhe të fibrave, përveç tretjes, ato përshpejtojnë dhe eliminojnë toksinat nga trupi. Duke qenë se ato përmbajnë probiotik, ato janë të shkëlqyera për sistemet tuaja tretëse duke eliminuar kështu edhe fryrjet tuaja të barkut. Bananet janë shumë të mira kundër dhimbjeve menstruale. Bananet janë të pasura me vitaminën B6 dhe kanë efekte pozitive në balancën më të mirë të niveleve të sheqerit në gjak, dhe konsumi i këtij fruti në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe një lehtësi më të madhe të tij. Duke pasur këto veti të mira ushqyese, bananet mund të ndihmojnë në parandalimin e problemeve të tretjes dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe problemet tuaja menstruale. Ndaj konsumojeni këtë frut në mënyrë të rregullt në dietat tuaja, duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që ato ofrojnë në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Bananet lehtësojnë problemet e veshkave. Nëse keni probleme me shëndetin e veshkave, kaliumi që gjendet te bananet është shumë i rëndësishëm për problemin tuaj. Konsultohuni me mjekun tuaj për të parë sasinë e kaliumit që duhet të konsumoni dhe disa prej elementeve të tij mund t'i gjeni te konsumi i bananeve. Bananet janë të mira gjithashtu në shëndetin e tretjes. Megjithse kanë pak sheqer, bananet kanë një indeks glicemik të ulët, prej 51. Fibrat e bananet ndihmojnë në tretje dhe kjo është një arsye shumë e mirë për t'i patur ato vazhdimisht në dietat tuaja. Bananet përmbajnë lloje të ndryshme të fibrave, gjithashtu edhe pektin, e cila ndihmon në kontrollin më të mirë të shëndetit tuaj dhe lehtësimin e problematikave të tij. Shtimi i bananeve në dietën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Konsumi i këtij fruti brenda rekomandimeve të duhura të mjekut mund të luajë një rol parandalues në një sër komplikacionesh. Banania, ky frut i verdh egzotik, është jo vetëm i shijshëm, por na ofron gjithashtu edhe përfitime shëndetësore, të cilat mund të mos i keni menduar më parë. Një banan e pastron trupin nga organizma të dëmshëm dhe mban gjithashtu sy të shëndetshëm, lëkurën e lëmuar dhe ju ngre humorin. Nëse mendoni se me kaq mbaruam, gabuheni. Jo të gjithë e dinë se bananet janë të pasura me nivele të larta të antioksidantëve, të cilët do ju ndihmojnë për ta mbajtur trupin në formë dhe për të evituar gjithashtu problemin e radikaleve të lira. Bananet forcojnë sistemet tuaja nervore dhe ndihmojnë për të humbur në peshë, në mënyrë më të lehtë dhe më të saktë. Janë burim i mirë i potasiumit, menaxhojnë gjithashtu edhe marrjen e magnezit dhe vitaminës B6. Një banane përmban 450 mg kalium, 30 g karbohidrate, 3 g fibër, 19 g sheqer dhe 1 g proteinë. Në këtë video do të listojmë disa nga përfitimet unike që mund të merrni nga konsumi i këtij fruti. Një nga frutat me përmbajtje të larta të kaliumit mund të jetë edhe banania, e cila do të ndihmojë dukshëm personat që vuajnë nga hipertensioni për të ribalancuar nivelet e hipertensionit dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Ajo parandalon depresionin ose gjendjen e trishtimit pasi përmban një sasi shumë të lartë të tripofanit, i cili kthehet më pas në serotonin, neurotransmetuesi i cili ju bën të ndiheni më të lumtur. Bananet janë një vakt shumë i mirë para palestre. Të gjithë personat që kanë probleme me gastritin ose kanë reflukse të shpeshta mund të konsumojnë edhe çdo ditë banane për të balancuar aciditetin në stomakut, sidomos kur kanë kaluar orë të gjata pa konsumuar ushqime. Ato do të ndihmojnë gjithashtu edhe në ndalimin e dhimbjeve muskulare. Duke përmbajtur sasinë e lartë të kaliumit te ky frut, do ta keni më të lehtë t'i bëni ballë dhimbjeve tuaja muskulare dhe të reduktoni gjithashtu komplikacionet e tyre. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të përkthehen në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimi një sër problemesh. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.